Gjirokastra kremtoi 21 vjetorin e përfshirjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, përmes njësër aktivitetesh artistike dhe kulturore që sollën emocione, krenari dhe festë në të gjithë qytetin. Në këtë përvjetor të veçantë u nderuan me titullin qytetar nderi korifeu i polifonisë Roland Çenko dhe mjeshtri i fotografisë Roland Tasho, si shenjë mirënjohje për kontributin e tyre në ruajtjen dhe promovimin e vlerave kulturore të Gjirokastrës. Rrugicat karakteristike, sheshet dhe pazari i vjetër u mbushën me tingujt e këngës dhe vallëve tradicionale, duke krijuar një atmosferë të veçantë festive. Turistë huaj dhe vizitor vendas u bën pjesë e kremtimit, duke ndarë së bashku emocionet e 21 vjetorit të qytetit muze. Gjirokastra vazhdon të mbetet një simbol i historisë, i kulturës dhe identitetit shqiptar, një qytet që ruan me krenari trashëgiminë e së shkuarës dhe e përcjell atë tek brezat e rinj. Përvjetori 21 në UNESCO ishte një tjetër dëshmi se qyteti i Gurit vazhdon të frymëzojë vizitorë nga e gjithë bota dhe të mbetet një nga destinacionet më të çmuara të trashëgimisë kulturore shqiptare.